Mirëmbrëma të gjithëve të dashur miq dhe mirë se erdhën në emisionin më të ndjekur nga Everesti deri ke burimi i Krojit, parashikimi i motit 'Cause I'm sexy and I know it. Ju kërkoj ndjes të dashur miq që nuk isha javës që shkoj, por me që ikën plakat nga Shqipëria, më ftun dasëm se martonin besën edhe u detyrova me shku qa me bëgjane. Neshte, kthehemi tek moti ku me sa duket pranvera është rikthyer me plot kuptimin e saj të fjalës. Moti është ngrohur, njerëzit po shkojnë nëpër plazhe, plejsh lahen nga liçeni, lana kanë nxjerrë në treg aroma të reja pranverë vjeç 2012. Ndërsa në Bregdet, por i dalin në sipërfaqe në ndecet e turistëve. Gjithsesi, për javën që vjen moti do ruaj të njëjtat kushte që dita do jetë e nxehtë, nata e freskët. Mëngjeset do jenë shumë të lagështa, kështu që do karakterizohen nga vesa luma. Nëse, ndërkohë që në Bregdet vallëzimi do jetë 1.2-1.3 kilometra në orë, ndërkohë që era do fryj kundravajtje me drejtim veri në rendimor, kështu paka shumë. Dhe nëse doni të dini se si do jetë moti në qytetin tuaj, në fshatin tuaj, në komunën apo kasollen tuaj, mjafton të klikoni në www.sidojetmotiktu/ububu/se kom fëmijë dhe kom gru /qa bëhet kështu /shiuvu/djeli ku @isufmetalla.mot. Nga unë Isuf Metalla, natë e mirë, zoti inshallah.